Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini sot buke me shampo dhe do habiteni çfarë ju ndodh me flokët. Të gjithë kemi dëgjuar për mundësinë e përdorimit të sodës së bukës kudo, në kuzhinë, në pastrim, për trajtimin e shumë sëmundjeve të tjerë. Por tani ekspertët thonë se soda e bukës mund të përdoret edhe për përmirësimin e kualitetit të flokëve dhe t'i pastroni ato tërësisht nga mbetjet e zbutësve të flokëve. Sodën e bukës mundet që ta përdorni dhe në vend të shampos së rregullt, ndërsa do të mahniteni nga rezultatet. Mjafton që ju të përzieni një pjesë sodë buke me 3 pjesë ujë në një shishe të vogël. Shampon e fituar e aplikoni në flokët e thara apo të lagura, por duhet të filloni nga rrënjët deri në fundin e flokëve. E lini që të veprojë kështu për të paktën deri në 3 minuta dhe më pas i lani flokët tuaj siç bëni zakonisht. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë disa maska natyrale të cilat do të ndihmojnë në trajtimin e flokëve tuaj dhe ç'është më e rëndësishmja, janë maska të cilat ju mund t'i përgatisni në kushtet e shtëpisë. A keni hapur ndonjëherë frigoriferin tuaj dhe keni menduar se ky produkt do i bëj flokët tuaj që të duken të bukur? Nëse jo, mbase duhet t'i përdorni këto maska për flokët tuaj. Ndonjëherë disa ushqime të cilat të gjenden në frigoriferin tuaj munden që ta bëjnë flokun tuaj të duket i mahnitshëm brenda 20 minutave. Në rast se nuk ju shkon mendje se çfarë të kombinoni bashk, ne këtu do t'ju tregojmë disa receta të cilat munden që t'ju vinë në ndihmë. Maska për flokët me mjalt dhe me qumësht. Kjo maskë është shumë e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të përzieni një lugë gjelle me mjalt në një gotë qumësht dhe më pas ta shpërndani atë në flokët tuaj nga rrënja deri tek majat. Lëreni këtë maskë për 15 minuta dhe shpëlajini kokën me ujë të vakët dhe shampo. Më pas ju do të shikoni rezultate vërtet të mahnitshme në flokët tuaj. Maska për flokët me kremin e arrës së kokosit. Atëherë kjo maskë është paksa ngjitse, e ëmbël dhe paksa shumë kohë kërkuese, por gjithashtu ja vlen çdo minutë që ju do të harxhoni me të. Merrni një copë krem arr kokosi dhe ngroheni atë në duart tuaja. Kur ajo të bëhet e butë dhe e përpunueshme, masazhojeni atë në flokët tuaj. Ngadalë dhe me kujdes ju duhet që t'i mblidhni flokët tuaj me një peshqir të ngrohtë dhe lëreni maskën në flokët tuaj për 1 orë. Më pas, shpëlajini flokët me një shampo të butë dhe lëreni ato që të thanë si zakonisht. Maska për flokët me banane dhe bajame. Banane dhe bajamet janë shumë të mira për flokët tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një banane dhe bëjeni pure. Më pas, shtojeni rreth 3 pika vaj bajamesh, shpikjeje sentimentale. Përzieni mirë dhe më pas masazhojeni përzierjen në flokë. Lëreni të qëndrojë për rreth 25 minuta dhe më pas lajni flokët tuaj. Ja, kaq e thjeshtë është. Maska për flokët me lule shtrydhe. Lule shtrydhe tashmë nuk janë vetëm për të konsumuar. Merrni një filxhan me lule shtrydhe sa më të buta dhe të pjekura të jenë, aq më mirë. Një të bardhë veze dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Përzieni bashkë këto derisa lule shtrydhe të ngjajnë më shumë si lëngë se sa si copa të ngurta. Shpërndajeni përzierjen në flokët tuaj dhe lëreni maskën për 20 minuta.
Më pas, shpëlajni dhe lajni flokët me një shampo të lehtë. Maska për flokët me avokado dhe majonez. Majoneza dhe avokado janë me të vërtet shumë të mira për flokët tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një kavanoz plot me majonez dhe një avokado të bërë pure. Përzini mirë dhe aplikojni në flokët tuaj. Kushtojni një vëmendje të veçantë rrënjëve të flokëve tuaj dhe pas 20 minutash shpëlajni flokën tuaj me ujë të ftohtë. Ju do të shikoni ndryshimin. Maska për flokët me vaj ulliri dhe lëng limoni. Nëse ju keni një lëkurë koke të thatë, kjo është maska e duhur për ju. Gjithçka që duhet të bëni është që të përzini 2 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 2 lugë gjelle ujë. Menjëherë pas kësaj masazhojeni maskën në lëkurën e kokës tuaj me flokë të lagur. Lëreni përzierjen të qëndroj për 20 minuta dhe më pas lajni flokët tuaj si rregullisht. Kjo maskë mund të aplikohet në flokët tuaj 1 ose 2 herë në javë. Maska për flokët me mjalt dhe vaj ulliri. Mjalti është jo vetëm i shijshëm, por ai mund të ndihmojë flokun tuaj të thatë dhe të dëmtuar nga dielli. Gjithçka që duhet të bëni është që të hidhni gjysmë filxhani mjalt në flokë të pastër dhe të lagur dhe ta lini atë të qëndrojë në flokët tuaj për 20 minuta përpara se ta pastroni me ujë të ngrohtë. Nëse floku juaj është një rast ekstrem, për ta bërë këtë edhe më të lehtë, ju gjithashtu mund të provoni që të përzini mjaltin me 1 deri në 2 lugë gjelle me ujë, një përbërës plot me vitamina si avokado apo e bardha e vezës. Kjo do t'ju ndihmojë që ju të rimbushni lidhjet të cilat sulmohen nga rrezet ultraviolet. Kjo maskë mundet të përdoret 1 herë në muaj. Maska për flokët me birrë. Nëse floku juaj është i hollë dhe i dobët këputet të lehtë, birra është zgjidhja. Thjesht përzini gjysmë filxhani birrë të butë me 1 lugë vaj lule dielli dhe 1 të bardhë veze. Aplikojeni këtë maskë në flokun tuaj të pastër dhe të lagur dhe lëreni atë që të veprojë për 15 minuta. Pas 15 minutash, shpëlajni përzierjen me ujë të ftohtë. Kjo maskë mund të bëhet 1 herë në 2 javë. Maska për flokët me vezë dhe qumësht. Në varësi të gjatësisë dhe të volumit të flokëve tuaj, ju mund që të vendosni nëse ju dëshironi që të përzini 1 ose të paktën 2 vezë. Më pas ju duhet që të ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Rrihni të bardhat e vezës të përzira me 1 filxhan qumësht dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Pas kësaj shtoni pak limon të shtrydhur dhe masazhojeni në kokën tuaj nga rrënjat deri tek majat. Mbulojini flokët tuaj me një qeskë dushi për të shmangur rrjedhjen e ndonjë pike të përzierjes dhe lëreni maskën për të paktën 15 minuta. Kur ta shpëlani maskën, siguroni që të paktën të përdorni ujë të vakët ose të ftohtë për të marrë rezultate më të mira. Mirë po ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.